ka një reagim nga SPAK, thot në lidhur me mos prezencën e Berishës. Në përgjigje të kërkesës suaj deri më tani, janë dërguar 2 urdhra thirrje përmes shërbimit postës shqiptare në datë 3/11 në adresën e banesës për të paraqitur në SPAK dhe në datë 7/11 në adresën e banesës dhe Partisë Demokratike dhe Kuvendit. Thirrja e parë dërguar në banesë në datë 3/11/2025 është kthyer mbrapsht në prokurorinë e posaçme me shënimin: rojet janë autorizuar të mos marrin asnjë zjarf. Pas këtij konstatimi, prokuroria e posaçme ka vijuar me dërgimin e urdhërthirrjes në 3 destinacione: banesë, Parti Demokratike dhe Kuvend. Më datë 9/11 është refuzuar marrja e zarfit të dërguar në banesë, ndërsa në 12/11 shërbimi i burimeve njerëzore dhe trajtimit të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë ka njoftuar se marrja dorëzim e njoftimit është refuzuar nga stafi politik i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Përmes shkresës është sqaruar gjithashtu se njoftimi për urdhërthirrje është dërguar edhe në adresën zyrtare të Sali Berishës në atë të parlamentit në datë 10/11. Prokuroria e posaçme do të vijojë zbatimin e parashikimeve ligjore për njoftim dhe paraqitjen e personit të thirrur, sipas afateve dhe detyrimeve të parashikuara në legjislacionin në fuqi.